Kushtetuta na obligon që ti evitojmë zgjedhjet, që të mos shkojmë zgjedhje. Kushtetuta thot që ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Në anën tjetër obligon edhe deputetët që të votojnë. A do të realizohet kjo nuk e di, por kushtet janë ideale që të kemi edhe 3 kandidat, ndërkohë që aktualisht nuk është asnjë. Dhe për shkak se mundësitë janë aty, unë do të vazhdoj që të komunikoj në mënyrë që edhe nesër edhe pas nesër të arrim tek rezultati dhe më pastaj edhe tek suksesi i zgjedhjes së presidentit, por tash për tash nuk mund të them se ka diçka të re, meqense në njërin anë figurë konsensuale nuk kemi, ndërkaq në anën tjetër marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak.